Guiri! Po e hap të videon prap në makinë më duket, nuk e di si ishte herën e fundit. Tani ne po ikim, jemi përsëri për rrugë. Sot është data 20 korrik, nuk e di pse më tundet dhe kjo kamera. Por po ikim në aeroport. Do nisemi për në Barcelonë, jemi për 3 net e 4 ditë atje. Edhe do nisemi, e kemi nisje në orën çfarë kishim? Në orën 7, po, edhe për 2 orë e gjysmë arrim në Barcelonë. Ndërkohë unë isha tek një parukiere e re që është hapur aty tek shtëpia ime, afër shtëpisë, edhe më pëlqeu shumë se si i bënte flokët, i lyeva ngjyrën time, ka ngel pak këtu dhe nuk e di se si do ta heq. Kam dëgjuar që ai hiri i cigareve e heq. Mi bëri shumë mirë, mi bëri krefjen, edhe miralloj pak se unë kam shumë. Edhe kështu, hëngrëm drekën tek shtëpia ime me mamin dhe babin. Dhe do ikim për në aeroport. Do ju marrim me veten në këtë udhëtim. Nga Barcelona. Jemi nga dita e parë në Barcelonë. Unë jam zuar shumë herët, kemi bërë një gjumë aq të rehatshëm. Mbrëmë erdhëm vonë, nuk kishte as autobus, as një gjë, kemi marrë taksi, kemi ardhur dhe njeriu parë që ne kemi folur ka qenë shqiptar. Na sugjeroi që të merrnim diçka për të ngrënë tek disa turq që bëjnë kebab dhe ishin shumë të shijshëm. Morëm i hëngrëm këtu tek dhoma dhe kemi fjetur direkt gjumë në orën 2. Unë jam zgjuar herët, rregullova pak flokët, se siç i bëra atje me onde të zhdukën, se u shgryva aty në avione, jo lodhja, jo me vonesë avioni nga Tirana, jo prit këtu tek pasaportat shumë edhe jemi super lodhur. I shtriva pak, kam veshë këtë fundin roz, do ja tregoj pastaj se tani s'kam kush ma tregon se Xhesi iku më la. Dhe me këtë bluzën që mora nga HM-ja, që është me kurizin jashtë. Dhe kështu, do vesh pupat e raboesit që janë ato të ngjyrë e verdhë limoni me pika, se besoj se shkojnë me këtë rozën. Do marrë edhe këtë çantën që ma solli mami nga Greqia, dhurat, dhe se përdora fare andej, shumë rroba më të mirat ato që kisha bler te HM-ja dhe ca gjëra të tjera, si vesha fare në jug, se doja që t'i vishja këtej në Barcelona, dhe të bëjmë një foto të bukur, dhe kjo është një nga ato. Shumë, jam bërë gati, Xhesi po më pret. Plani është që kam parë një vend në TikTok për të ngrënë brunch, për të ngrënë mëngjes. Dhe do dalim. Kohën e kemi kështu si me resi me pak diell, 25 gradë dhe shqyr, dhe të jetë pak freskët, shpresoj mos jetë si zagushi, se dje kur erdhëm ne në darkë, jo dje, sot në mëngjes, ishte zagushi dhe ishte pak vap. T'ju tregoj dhe dhomën, pasi ja u tregoj pastaj dhomën, ti iki tani se po më pret Xhesi. Kjo është dhe pamja nga rruga që ne vim. E kemi shumë afër këtu te cepi, kur kalon rrugën ishte metroja, ose nga ana tjetër që ne zbritëm, por zbritëm aty që të gjenim market, edhe kemi shumë afër, 4 stacione nga Buenos días. Buenos días, muchacho. Hola, muchacho. Si po të duket deri tani? Me një plem rrugë që kemi bërë. Po ikim të gjejmë atë vendin, lokalin, ku të ham mëngjes. Edhe nuk që nga shumë vap. Rrugët më kujtojnë Greqinë, por ndërtesat deri tani kanë shumë të bukura, kështu këto klasiket e vjetra.
sa po mbaruam mëngjesin, e hëngrëm tek Brunch and Cake. Brunch and Cake, jo e kofi. Yes. Edhe ishte ambienti shumë i bukur. Porosia na erdhi shumë shpejt edhe ishin aq të mira, aq të freskëta. Kishim gjithë të ditë që hanim budalliqe, edhe mëngjeset kanë qenë shumë të rënduar, ajo me vajra, betulla, gjëra më the tash. Dhe ky mëngjesi që morëm sot ishte super i shijshëm dhe ja u sugjerojmë. Nuk ishte shumë i shtrenjtë. Shkovi mëngjesi jonë, domethënë Gjesi mori avokado toast, unë mora bagel me avokado, me salsa avokado me vezë, ishte shumë e shijshme. Një lëng portokalli, ujin, kafe donim që ta pinim aty, por ishim shumë full të ngopur tani, edhe tham të ecim derisa të shkojmë tek Sagrada që ta shikojmë, edhe ta tresim i çik gjatë kësaj rruge dhe të pim një kafe aty. E gjithë fatura shkoi 32 dhe mendojmë se është një çmim shumë i mirë duke krahasuar domethënë edhe në Finland që i kemi më shtrenjtë gjërat. Këtu shkoi shumë mirë. Kështu, tani të ikim te Sagrada. Ndërkohë dje ne kishim nisje në orën 7, nuk mirë hik. Ndërkohë ne dje e kishim nisje në orën 7 pa 5. Ne e shtynë në orën 7:10 dhe më i keqja ishte që nuk bënim dot check-inin online, nuk ja bëja dot Gjesit, timen e bëra, kurse të Gjesit nuk e bëja dot. Edhe jepte aty tek aplikacioni që duhet ta bënin në desk tek aeroporti. Kur shkuam atje, paguam 48 euro, më shumë se ç'kishim paguar për biletat. Edhe na erdhi shumë inat që pse e bëjnë këtë gjë, na thanë që mund t'i bëni refund, t'i kërkoni lekën mbrapsht etj etj. Më pas na është vonuar avioni një orë, jemi nisën në orën 8:10, e kishim në 7 pa 5 dhe u nisëm në 8:10. Ku do ikim? Më pas edhe kur zbritëm në Barcelonë kishte shumë njerëz, edhe njerëzit që vinë nga Shqipëria janë të detyruar që të presin shumë në radhë për pasaportën, që të vullosin edhe të bëjnë kontrollin e pasaportës, sepse ata që vinë nga Europa nuk bëjnë kontrolle fare, kalojnë, siç na ka ndodhur kur vim nga Finlanda. Dhe kështu jemi super lodhur dje. Jemi hallakatit çik aty në aeroporte në për këto, por sot sa gjëra të mira, kur kalojmë këtu ka shumë ushqime të mira. Edhe kështu, ta keni parasysh që nëse udhtoni për në Barcelonë ose në vende të tjera dhe s'bëni dot check-inin online, sepse s'ja u lejon sistemi, dihet që do paguani kur të shkoni në aeroport, siç e hëngrëm edhe ne. Tani po shkojmë në shtëpi, sepse u lodhëm, kemi ecur shumë në fakt, pam Sagrada Familia, ishte shumë e bukur, por shumë e ngarkuar, është edhe sezoni tani që vinë shumë njerëz, turist, edhe ullëm tek Starbucks, unë ma një strawberry matcha, por nuk më pëlqeu, nuk i kishin bërë ashtu siç mua më pëlqen, ishte gjitha shkum, por hajde e piva, sepse paktën të freskohesha me diçka. Tani jemi tek linja e metros, që është përballë Sagradës, e kishim afër me Starbucksin. Morëm bileta, një përdorinshë, të cilat mund ta përdorësh tani, nëse se e shtyp tani mund ta përdorësh herë tjetër, single ticket, edhe kushtoni sa lek ishte një bilet Gjesi? 3.9. 3.9? Jo. 7.8 të dyja, do me thënë e bie te 3.ca një bilet, sa që janë në Finlandë, pothuajse. Edhe tani e marrim metron këtu në qendër, do me thënë përballë Sagradës, edhe kemi 4 stacione me metro nga shtëpia, nga hoteli ku jemi ne. Do shkojmë në shtëpi të çlodhemi, edhe më pas do dalim përsëri. Duket që jemi plako. Kthehemi në dhomë prap të pushojmë. Gjendja ime. Tani doli dhe dielli. Morëm ca gjëra te marketi. Ja u tregojmë tani. Dhe me që jemi, kjo është dhoma jonë.
minimaliste. Mos shikoni kravatët të cilat ishin bukur kur erdhëm. Dhe pjesa e balkonit me pamje. Dhe do pushojmë, do dalim pak më vonë. Nuk e di se ku do shkojmë. Unë dua të shkoj tek marketi La Bukeria. I kemi afër, në fakt ku kemi shtëpinë ne, kemi shumë gjëra afër. Këtë dhomën për 2 ditë, sepse ne kishim një plan tjetër, por që s'na u bë, dhe kishim rezervuar vetëm një dhomë hoteli, domethënë vetëm për një natë për datën 22 në një vend, në një hotel tjetër që do shkojmë nesër. Edhe atë e rezervuam 100 euro më duket, po. Edhe këtë që ishim mbrëm, edhe që do flem edhe sonte, e kemi mbyllur për 198 euro, kemi paguar dhe 30 euro taksën e qytetit. Është pak çmim, domethënë mbase është edhe normale sepse është afër në qendër, edhe kemi të gjitha pothuajse afër këtu, edhe këtë marketin, edhe Casa Batolo, nuk e di, e them, e shqiptoj tamam, që do e vizitojmë nesër, i kemi afër. Tani, morëm Pringlesa. Donë të gjesi të merrnim të voglën, po thash më mirë po marrim të madhen, se edhe kur t'ikim, po ngelin dhe një, pak në ham në aeroport, nëse na merr uria për në një gjë, për në një budallik. Marrim këtë gjithmonë me sour cream dhe qep. Morëm të preferuarat e Gjesit që janë këto Bountyt. Besoj se tani janë shkrirë pak sa ai te marketi kishte kondicionerin të fikur. Dhe këtu tek dhoma jonë është shumë freskët, është shumë mirë dhe dje kemi bërë gjumin më të mirë, se siç vajzat që jetojnë, njerëzit që jetojnë në Shqipëri e dinë se ç'shaj nxehti ishte këto ditë. Nuk e di, po dje ishte 47 gradë në Berat. Kishte arritur 47 gradë në Berat dhe në Tiranë ishte 41 gradë dhe nuk ulej deri në orën 5-6 që ne ikëm, temperatura nuk ulej dhe ishte super vap. Dhe këtu ne po marrim frym lirisht, 30 gradë shkon e shumta sot. Edhe frynere freskët, është pak ngrohtë nxehtë, domethënë kur është dielli, por është diçka e përballueshme. Dhe siç po thoja, morëm këto Bountyt, se unë kaloj nga një muhabet në një tjetër. Morëm një lëng me frut pasion, të këtu. Frigorifer ne kemi tek holli jashtë, se ne kemi vetëm këtë dhomë. Ky është dollapi i vogël, edhe ky mini balkoni që nuk ulesh dot të rish jashtë, është me hekur, është goxha e lezetshme. Mori Gjesi një akullore, unë nuk doja, por sigur që do haj nga këti. Edhe më pëlqen këto të Ben & Jerry's, këto akulloret e tyre. Këtë se kam provuar, por më duk interesante, sepse është me biskot, me brum biskote. Tjetër, këto janë zgjedhjet e Gjesit pastaj, ai vdes për këto të Kinderit. Dhe të gjitha këto, 4-5 gjëra, shkuan 18 euro. Çmimet neve na duken më lirë se në Finland. Dhe, okej, për 3 ditë, përballohet. Pastaj nuk e di pas 3 ditësh, por që është çmime normale, mendoj, edhe jo shumë të shtrenjta. Tani shihemi më vonë. Nami migra nami. Ne sapo dolëm, fjetëm gjumë, jemi kënaqur. Më lër të bëj video, të lutem. Edhe këtu ju thash që këtu afër shtëpisë tonë kemi gjitha afër, në këmbë për 10 minuta, do shkojmë tek Mercatoja La Bukeria. Dhe më pas aty afër kemi një rrugë, ndërkohë jam duke parë kështu s'po shoh fare kamerë. Dhe shkojmë tek një rrugë që është e njohur, që ka dyqane, dhe kjo që po kalojmë tani ka shumë dyqane, por ajo është veçanërisht ajo lloj rruge që ka dyqane. Tani u fotëm te Primarku dhe jemi ndarë. Unë tani jam tek seksioni i shtëpisë edhe pishamet. Ato më pëlqejnë më shumë nga Primarku. Se mezcla con el humo de cigarrillo dulcemente persistente. Recuerdo el día que te vi en el mismo asiento mirando al mar. Tu vestido de lunares, el viento jugando con tu pelo como una
película vieja. Oh, mi amor retro en este jazz de noche. Tu voz es el saxofón que me hace temblar. Los años pasan, pero tu mirada sigue siendo la misma. Romance y nostalgia en cada nota que se va. El piano teclea lentamente como susurros de ayer. Tu cabeza en mi hombro, escuchando el tiempo pasar. Las fotos en la pared, rostros que ya no están, pero tú y yo aquí, en este rincón eternamente jóvenes. Pedimos otra Taibani. copa, el camarero sonríe, ya nos conoce. Él sabe que venimos cada noche a buscar el pasado que perdimos. Oh, mi amor retro en este jazz de noche. Tu voz es el saxofón que me hace temblar. Mëngjesi nga dita e dytë e jona në Barcelona. Tani sapo kemi ngrënë mëngjesin, pivëm edhe kafen tek Honest Greens. Unë mora një granola bowl me Greek yogurt edhe me shumë fruta dhe fara, më pëlqeu shumë, ishte shumë e shijshme. Kurse Xhesi mori, do të vë një zemër që mos dukesh në video. Problemi i këtij është dalë në video. Dhe Xhesi mori një tost me çfarë kishte tosti? Sal domate, vez, tjetër, shumë fara, me avokado, një lloj barishtaje, edhe ajo ishte shumë e shijshme. Dhe në fund mora ice latte, kurse Xhesi mori latte të ngrohtë. Tash jemi 2 orë përpara, se në orën 12 ne kemi orarin për te Casa Batlló, më duket quhet, edhe me që kemi 2 orë kohë, të gjitha i kemi këtu afër, do shkojmë tek Sephora. Dhe nga Sephora do shkojmë afër Casa Batlló, sa aty është edhe Casa Mila, dhe do bëjmë një foto në gjë aty sa të na shkoj orari. Mbas dite pastaj do shikojmë çfarë do bëjmë. Më kam veshur fustan të verdh edhe një varsen formulli. Ha?
ishim dalë nga Casa Batlló, por e kishim xhiruar këtë videon pa zë dhe po ju tregoja që ishte një eksperiencë shumë e lezetshme. Mendoj se duhet ta vizitoni nëse shkoni në Barcelonë. Biletat I kisha prer online shumë ditë përpara, do të thonë një javë përpara se ne të shkonim. Kushtonin 33 euro personi dhe ishin tiket blu, kishte silver edhe gold, ne morëm atë baziken. Gjithashtu mund të shkarkonim aplikacionin e Get Your Guide, më duket e kishte, edhe atje na vinte në audio e gjitha, do me thënë se çfarë gjithë historiku I Casa Batllós, që unë ja kam treguar gjatë kësaj video, dhe më pas kemi shkuar për të provuar churros. Provuam churros në një restorant aty afër dhe ishin shumë të shijshme. Ne sapo kemi ardhur tek hoteli I dytë, që kemi rezervuar vetëm këtë natë edhe nesër në darkë largohemi. Hëngrëm drekën bashkë me një mikun e Xhesit edhe nuk filmova aty se doja që ta shijoni me mos merresha me video, por kam përgatitur një reels për Instagram, sepse po mundojmë që të përgatisë reelsa në të gjitha vendet që ne po shkojmë, që janë turistike dhe që janë restorante, vende ku mund të ha mëngjesin, drekën, darkën. T'ju tregoj se çfarë blevëm sot. Mora tek Sephora një gjë që më duhej dhe doja prej kohësh që ta merrja dhe mendoj se e gjeta goxha mirë sepse ishte set edhe mund të ishin 3 gjëra bashkë në një set edhe çmimi ishte shumë I mirë. Por para se të arrij t'ja tregoj atë të Sephora se është në fund, ti marri me radhë. Këtu kam marrë atë gjën nga Casa Batlló edhe është ajo gjëja që korniza e vogël për të vendosur fotografin, të cilat do t'i laj kur të shkoj në Tiranë, edhe ta vendosim te kjo e ta kemi tek shtëpia jonë. Shikoni sa e bukur që është. Lexon Barcelona. Edhe është shumë e lezetshme. Më pëlqeu sa e pash në fakt. Tash më mirë po marrim se në çdo vend që po shkojmë, po mundohemi të marrim nga një gjë të vogël që ta kemi kujtim. Tek Tigri, Flying Tiger, mora këtë coloring book. Është kështu, fletore, me figura të ndryshme dhe për t'i ngjyrosur. Është një mënyrë shumë e mirë dhe unë I kam pas gjithmonë qef këtë. Po ju tregoja, mora këtë Mora këtë blokun I cili është për të ngjyrosur edhe është një ide shumë e mirë për të kaluar kohën. Më pas, gjëja që mora tek Sephora është ky seti që është për vetullat edhe përmban lapsin e vetullave, gjelin që është transparent edhe gjeli që është me ngjyrë. Mezi pres ta provoj, edhe pse vetullat e mia tani janë bërë për t'u hequr dhe nuk do të duken mbase mirë, po do e provoj nesër dhe të shikojmë se si do na duken vetullat. E mora në shading deep brown, numrin 4, se gjithmonë këtë kam marrë, domethënë edhe lapsat të tjerë marr gjithmonë deep brown. Kemi markatën të poshtë. Hola muchachos. Ne sa po dolëm, pjetëm pak. Duket që kemi pjetur mirë, se po këndojmë Alban Plovishtin. Edhe shtëpia jonë e dytë, hoteli Roma, është mu atje tek markata e La Bukeria. Shqyqyr gjitha hotelet që kemi, domethënë 2 hotelet që kemi ndruar, I kemi në mes, domethënë në qendër të Barcelonës, edhe kemi çdo gjë afër. Po shkojmë prapë te markata që të marrim lëng frutash të shtrydhur, edhe pas të bredhim nëpër rrugë, nëpër rrugica të provojmë ndonjë gjë të re. Do shkojmë taj parku që thashëm? Po në të bëjmë. Shkojmë paradita atje. Okej, shkojmë paradita atje. Edhe do shikojmë ku do ham edhe darkë, ku do ham darkë. Hajde darkë. Duhen gjëra shumë të freskëta dhe të mira dhe pa fund produkte ushqimore. Që në Finland as gjysma të janë të tyre. Mercat de Santa Caterina më duket se kishte. Do ta shkruaj këtu poshtë.
nga dita jone e fundit në Barcelona. Jemi zgjuar, jemi bërë gati, kemi lënë çantat gati, sepse duhet të bënim check-outin. Udhëtimin e kemi në darkë. Tani sapo kemi ngrënë mëngjesin, në fakt e hëngrëm tek furra e bukës që kishim poshtë, e pam që dje, por dje në darkë nuk ishte shumë gjëra, dhe sot mëngjes normal që nxjerrin gjërat më të freskëta dhe të ngrohta. Hëngrëm një sanduiç, ishte shumë i shishëm, çdo gjë duke që ishte freskët. Morëm dhe ca mbërsira të vogla, që nuk e di se si do t'ja u tregoj, po janë kështu mini të gjitha, se nuk donim t'i merrnim të mëdha, donim merrnim pak edhe domethënë do merrnim të ndryshme dhe në sasi të vogël. Dhe kështu do ikim tani tek një park që quhet Cuitadella Park. Dhe nga aty kemi dhe detin afër, mbas sa shkojmë e kalojmë pak kohë atje. Kemi dhe arkun e Triumfit afër. Kështu që ky është plani për ditën e sotme, si ditë e fundit. Me që jemi dhe për t'ikur në darkë, do lodhemi pak edhe imagjinoni vetë. Kështu, kemi një ditë të bukur, tani në mëngjes është freskët, i kemi me diell. Unë kam veshur bluzën e Xhefit, edhe fundin saten të gjatë, edhe shapkat havajanas, që janë shumë të rehatshme, më të rehatshme se shapkat që kisha dje. Nuk e di, po mua më ndjekin këto pazare antike. Tu afër shtëpisë ne kishim edhe këtë merkaton që quhet Mercato Gotik, edhe kishte gjëra antike, lezetshme, por nuk i kishin hapur të gjithë se është herët. Gjithashtu kemi edhe këtë katedrale në kishën, nuk e dim se si quhet. Sapo kemi ardhur tek parku edhe po lexoja pak për historikun e këtij parku. Është krijuar në vitin 1714, diçka e tillë, edhe është krijuar nga mbretëja e asaj kohe, Felipe, edhe ishte krijuar si një fortesë për të mbrojtur qytetin, dhe në ato kohë është prishur një lagjëtër që të ndërtohej ky park, edhe është përdorur për të mbrojtur qytetin, dhe u detyruan që një pjesë e banorëve që jetonin në këtë park të largoheshin. Tu në të njëjtin vend në parkun është edhe parlamenti i Katalanias, edhe gjithashtu kopshti zoologjik që është në fund, është edhe kopshti zoologjik. Ne po ecim një herë dhe më pas të shikojmë se ku do shkojmë. Ne sapo e vizituam të gjithë parkun, edhe është goxha, bërëm dhe atë xhiro me varka, ishte për 30 minuta, 2 persona 7 euro, ndërsa 3 persona, nëse jeni 3 persona, ishte 10 euro. Tani jemi ulur këtu tek parku, është një kafe, morëm një macchiato, Jessica marr kafe, 2 ujë, kushtuan 8 euro.
Po. Tu mbrapa kemi kopshtin zoologjik, kemi gjithashtu edhe 20 minuta larg, kemi dhe akuariumin dhe portin e Barcelonës, është plazhi Barceloneta, do shkojmë aty. Mendojmë mos vizitojmë kopshtin zoologjik, duke qenë se kemi vizituar kopshtet zoologjike. Të shikojmë këtë herë akuariumin, sepse s'kemi parë asnjëherë një akuarium. Ke qenë ndonjëherë në akuarium? Jo. Ason, nuk kam qenë asnjëherë në një akuarium. Edhe mendojmë të shkojmë tek akuariumi i Barcelonës. Për hyrja për tek kopshti zoologjik është 23 euro personi, kurse tek akuariumi nuk e di sa lek është. E pam ne më duket? Akuariumi 20 ishte ndonë? Diçka e tillë. Për fëmijë ishte më pak, ndërsa për të rritur më duket se është 20 euro. E pam para disa ditësh në fakt, para se të vinim këtu. Por do shkojmë sa të mbarojmë kafen, edhe do ju më parë. Edhe do ju themi, ndërkohë kam kamerën me vete dhe se kam përdorur fare për të bërë vlog, sepse kam më kollaj telefonin. Edhe kështu, tani të shijojmë kafen edhe do ikim tek akuariumi. Që të ham drekën, edhe po rrinim në një stol në fakt të bërë update tek plazhi Barceloneta. Ishte shumë freskët në fakt. Edhe sipas sugjerimeve, edhe reviewve që pash në internet, u lëm tek një restoran që quhet Can Mayo, nuk e di se si shqiptohet në spanjisht, por kishte review goxha të mira dhe do provojmë paellën tradicionale. Se kishte disa lloje, por dhe kamarieri na sugjeroi që të merrnim ato tradicionale. Morëm dhe një dy startersa edhe të shikojmë tani nëse do na pëlqen apo jo. Paella ishte për 2 persona 25 euro. Dhe të shikojmë tani se ç'a madhësie do ketë edhe do na mjaftoj apo jo. Pas kësaj do ikim tek hoteli, të rrim 2 orë atje dhe më pas të nisemi për në aeroport. Kaq ishte udhtimi jon në Barcelonë. Në përgjithësi ja kaluam mirë. Pak vap, jo si në Tiranë, nuk është vapa e Tiranës, frynt pak të nere freskët, është më mirë. Për të jetuar nuk do më pëlqente të jetoja këtu, por për pushime është okay. Dhe një gjë tjetër që më ka pëlqyer nga këtu është që ullinjt. Unë nuk para i konsumoj ullinj, nuk është se më pëlqejnë shumë. Edhe këto ullinj që më kanë sjellë tare tani, edhe tek restorante që ishin bie për drek, më kanë shijuar pa fund. Janë shumë të mirë, nuk e di se çka një shije, çaj ju hedhin brenda që e marrin si tip shijet ndryshe nga të zakonshme, nuk e di, më pëlqejnë shumë. Dhe dje në darkë në fakt ne ulëm tek një restorant afër shtëpisë me pasta të freskëta, i bënin shumë të mira. Sipas shijes tonë do donim që të kishim pak më shumë krip, që të ndjehej shija më shumë, por ishin shumë të mira edhe ato. Kam filmuar klipe, por nuk fola dhe dje ndarë, sepse edhe është edhe lodhje e madhe në fakt. Ti je gjithë ditën vërdall, të arrish të shikosh të gjitha. Ne kemi lënë shumë gjëra të tjera pa parë, por këto kryesoret mendojmë se i kemi parë dhe jemi kënaqur. Ushqimi ka qenë super. Për ushqim dhe produkte ushqimore këtu që ka super. Dhe unë kam ngel tani me një vakt se më ka rënë. E lam një gjë këtu në Barcelonë. Por favor, no obstaculicen el cierre del... Erdhëm te lagja, erdhëm me këtë autobusin, atje te plazhi La Barceloneta, merrnim autobusin me numrin 59, kishim 6-7 stacione dhe pagesën e biletës e bëje direkt tek shoferi, ishte 2,90 € për person. Dhe nuk e di për sa zjaste, po që nëse se na intereson shumë sa zjat, se udhtimin e kemi vonë, kështu që ato do mbarojnë. Tani do shkojmë të çlodhemi pak se jemi super të lodhur.